Ilir Meta tregon vendimin e jetës, donte kurajo dhe këmbgulje, edhe 100 herë të tjera të kthehesha përsëri do ta bëja. Me anë të një postimi në rrjetet sociale, presidenti i Partisë së Lirisë Ilir Meta shpreh vendimin për Parkun Rinia në Tiranë, kur ai ishte kryeministër, ka qenë një ndër veprimet më të rëndësishme në jetën e tij. Meta thotë se vendimi për të prishur shumë ndërtime pa leje në Tiranë kërkonte kurajo dhe vendosmëri. Meta e konsideron sfidë të madhe që përfundoi me sukses të plot. Edhe 100 herë të tjera të kthehesha në atë kohë do të merrja të njëjtat vendime me vendosmëri të palëkundur, sepse e mira e komunitetit ka qenë dhe do të mbetet ylli polar i imi në marrjen e vendimeve, shkruan Ilir Meta. Ja dhe postimi Ilir Metës: si qytetar i Tiranës dhe si kryeministër e kam konsideruar vendimin tim për Parkun Rinia në kryeqytet si një nga vendimet më të rëndësishme të jetës time. Vendimi për prishjen e një numri shumë të madh ndërtime pa leje dhe shpëtimi nga degradimi shumë i rënd i këtij parku në zemër të Tiranës ishte një vendim tepër i vështirë për shumë arsye, ndaj dhe kërkonte shumë kurajo, këmbgulje dhe vendosmëri për ta çuar deri në fund atë. Rikthimi i Parkut Rinia në të gjithë bukurinë e tij të mëparshme dhe prishja e largimi mirë aton mbeturinave të ndërtimit ishte një sfidë shumë e madhe që përfundoi me sukses të plot. Edhe 100 herë të tjera të kthehesha në kohë do të merrja të njëjtat vendime me vendosmëri të palëkundur, sepse e mira e komunitetit ka qenë dhe do të mbetet ylli polar i imi në marrjen e vendimeve. Respekt për çdo bashkëpunëtortimin që në atë kohë kontribuoi ndershmërisht në këtë aksion që ka mbetur i skalitur në historinë e Tiranës.